هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na i lehtësoi dhe na mundsoi që ta agjerojmë dhe këtë muaj, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që agjerimin Allahu nga ne ta pranon. Lutim Allahun Azza wa Jall që qafat tona nga zjarri i xhenemit t'i liron. Lutim Allahun Azza wa Jall që të smurt tanë që s'kan mujt të agjerojnë Allahu Azza wa Jall nga sevapët nuk i ndan dhe nuk i privon. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mëson prej dinit atij çka nuk dim dhe të na kujton atë të cilën e kemi harruar. E ne me emrin Allahut Azza wa Jall do të ndalmi dhe do të flasmi gjithashtu sot mbi veprat që lehtësojnë peshorën, duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu siç na mundsoi të i krim veprat të rum dhe ata. Thot Ibn Hajar Asqalani, krirja e veprës është shumë më e lehtë se sa ruajtja e saj. Krirja e një veprës, një ibadetit është shumë më e lehtë se sa ruajtja e asaj vepre deri të takohesh me Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall na mëson në Kur'anin e Kerim dhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë disa vepra të cilët i zhdukin i nënvlerësojnë veprat e kryera. Dhe thamë në dersin e kaluar se njëra nga vepra që zhduk të gjithë veprat Allahu na ruajt është shirku në Allahun Azza wa Jall. Shirku i madh azgjëson të gjithë veprat, zhduk të gjithë veprat e mira, ndërsa ka vepra tjera të cilat i mangësojnë dhe i paksojnë veprat e kryera, me gjithata nuk i rrenojnë krejtësisht. Me gjithata ne duhem të rumi nga këto gjithashtu, për shkak se nëse gjindmi në to dal nga dal i shlijem dhe veprat e kryera, punë që i kemi bom. Një ndër veprat të cila i shlijen shpërblimin e veprave as si e faqësia. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot Allahu Azza wa Jall, ana aghna shuraka'i ani shirk men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktu wa shirka. Unë jam më pak që kam nevojë të mbohet mua ortak dhe shok. Ai i cili e kri një vepër që mban ortaklëk me dikan, e lë me atë që më ka bën mu ortak për ta. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, Ebu Hurajra, një transmetues, një shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka rënë disa herë të fikt kur e ka transmetuar një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Shufej el-Asbahiu, i cili thot: erdha në Medinë, hina në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pash një njeri që janë grumbullu njerëzit përreth atij, u ula bashkë me to. I ndëgjova me vëmendje. Pastaj tha, pyeta dhe i thash, kush është ky njeri? Than, ky është Ebu Hurajra. Tha, pasi që njerëzit u shpërndajtën, tha, ngela me ta. Dhe po e pys ata dhe po i tham, ja Ebu Hurajra,
a ke mundësi të më tregosh për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ke ndëgjuar direkt me vesht e tu? Tha Ebu Hurajra, tha po do të njoftoj me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kam dëgjuar dhe e kam kuptuar, e kam dëgjuar me vesht e mi dhe kam kuptuar, dhe unë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kemi qenë të vetmuar me një dhomë. Pra Ebu Hurajra transmeton një hadith që është vetmuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha do të njoftoj për këtë hadith, e pastaj tha mor frim thellë dhe i ra të fikt. Pastaj u zgjua Ebu Hurajra, tha e fshiu fytyrën dhe tha do të tregoj për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kam dëgjuar me vesht e mi, e kam logjiku, e kam mendu dhe e kam kuptu. Pastaj prap tha Ebu Hurajra mor frim thellë dhe i ra të fikt. Pastaj u zgjua Ebu Hurajra dhe pas po i thot do të tregoj për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që me vesht e mi e kam dëgjuar dhe e kam kuptu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i bjen të fikt Ebu Hurajras. Tha dhe e majta Ebu Hurajrën, pastaj u zgju dhe më tregoi dhe më tha ja Ebu Hurajra, tha në ditën e gjykimit kur rinjallen njerëzit, ditën e kiametit, tha vjen Allahu azza wa jall për t'i llogarit njerëzit e të gjithë ulen gujza. I pari që ftohet prej anës Allahut azza wa jall është hafizi Kurani Kerimit. Dietar do t'jenë të parë që do të ftohen para Allahut azza wa jall. Dhe pastaj tha ja Ebu Hurajra, i diti që do të ftohet është ai i cili ka ra shahid në rrugën e Allahut, ai i cili është vrarë në rrugën e Allahut. I treti prej atinve është pasaniku. Tha ja Ebu Hurajra, tha i thot Allahu azza wa jall hafizi të Kurani Kerimit, apo dietarve i thot, a nuk jam unë ai i cili jam mësova atë që ja zbrita Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha hafizat dhe dietarët e pohojnë dhe thojnë po, vërtet ti e ja Rab, që na mësove atë që ja mësove Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Allahu azza wa jall i thot, ç'keni bo, ç'keni vepru me atë që unë ja kam mësu? Ta përgjigjen ata dhe thojnë ja Rab, gjatë natës kemi bon namaz, gjatë ditës kemi vepru me ta. Thot Allahu azza wa jall kedhebt ke rejt, melekan thojnë ke rejt. Thot Allahu azza wa jall ke gënje ke rejt, thojnë dhe melekat ke rejt. Ti vërtet ke lexu Kurani Kerim, vërtet ke bon namaz natë, vërtet i përpiq të tregosh se vepron me ta dhe din dinin Allahut me gjithata. Thot Allahu azza wa jall ti ke bon kejt këto që të thojnë mashallah lexosi mirë, mashallah hafizi mirë, mashallah dietari madh. Për këtë arsye tha pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ftohet ai i cili ka vdek në luftë. Dhe i thot Allahu azza wa jall, i thot këti, a nuk jam ai unë që të dhash shëndet, a nuk jam unë ai i cili të bonët të fuqishëm? Thot po ja Rab, ç'keve ke bon me atë shëndet që ta kam dhonë? Dhe ja Rab, kam dal në rrugën tonë, kam luftu derisa kam vdek. Thot Allahu azza wa jall, ke dhebt ke rejt, melekët thojnë ka rejt. Për çka se ki ka luftu që ti thojnë trim, ki ka luftu që të hinë një hijet në shkruat në histori, ki ka luftu që të shpallët hero. Pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj Allahu azza wa jall i thot pasanikëve, a nuk jam unë ai i cili të bona i pasur, që nuk të lash të kesh nevojë për të qertë? Tha po ja Rab, çka ke bo me ta? Tha unë me ta ja kam gjitë dorën farefisit, unë me ta kam dhonë rrugën tane,
Une me ta kam dhonë sadaka. Thot Allahu Azza wa Jall, ke dhebt, ke rejt. Melekët thonë, ja Rab, ka rejt. Ke ka dhonë vërtet, mirë po e ka dhonë që të përmenë dhe t'i thuat dordhanës bujar. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abu Huraira, ulaike thalatha awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun naru yawmal qiyama. Ja Abu Huraira, këto janë tre llojt e njerëzve që Allahu e dhe zjarrin e xhenemit. Këto janë koka e qibritit që dhezat zjarmi i xhenemit në ditën e gjykimit. Hafizi i Kur'anit Kerimit, dietarët dhe xhallarët, pasanikat dhe luftatarët. Vallë përse, për çka se këta veprat e tyre krejtësisht nuk i patën për Allahun Azza wa Jall. Pra Sufjan al-Thauri thot, s'kam pa vepër më të vështirë se sa sinqeritet. Pastaj transmetohet që kiçen dëgjoi prej Abu Hurairës shkon në Sham. Hin te Muawiya dhe i tregon këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja nis me çajt Muawiya ibn Abu Sufjani dhe thot, nëse zjarri i xhenemit pas ka vend dhe për këto, çka flitet, çka ngel para ata që nuk janë as hafiza, as pasanike, as dietare, as luftatar. Pastaj e lexoi fjalën e Allahut Azza wa Jall Muawiya ibn Abi Sufjani që tha Allahu në Kur'anin e Kerim, men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ta ka thonë të vërtetën Allahu, kush e ka ndërmend me veprat e tyre të arrit dunjan dhe bukurinë e saj, thot Allahu Azza wa Jall, do t'ja japmi ne atyre dunjan dhe nuk do t'ja mangësojmë asnjë send. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Këto janë ata që në ditën e Kiametit nuk kanë vetëm zjarr. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dhe këtëre janë që ju asgjësuan veprat e tyre. Ata të cilët nuk i patën veprat për Allahun Azza wa Jall, Allahu na ruajt mos të jemi nga ato. Lodhje, raskapiqe. Pra thot Allahu në Kur'anin e Kerim, hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashiya amilatun nasiba amilatun nasiba tasla naran hamia. Lodhje, raskapiqe, veprim, me gjitha tha në fund gjehenem. Allahu në rujt, Allahu mos në bovë nga ata. Për ata kër e lexoj fjallën e Allahu Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që tha Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dhe ata të cilët e japin atë që Allahu ja ka dhonë dhe i kanë zemrat e friksuara, nga se e din se një ditë do të kthehen tek Allahu Azza wa Jall. E pyet Aisha pejgamberin Allahu, thot ja Rasulullah, kush janë këta? Këto janë ata munafikët, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë ata të cilët kanë agjeru, këto janë ata që kanë bën namaz, kanë bën dhe namaz natë, këto janë ata që kanë dhënë sadaka, e pastaj gjithashtu e kanë të friksuar zemrën e tyre se Allahu apo pranon veprën e tyre. Pra të selefat, parton janë tut, janë frikë se Allahu apo ja pranon veprën e tyre, ka se e kanë ditë se Allahu nuk ka nevojë për veprat e tyre, ato janë të nevojshëm për Allahun e tyre. Si e faqësia e rënën veprën, e çduak veprën e kryer, vetëm ngel lodhja, raskapiqja, e Allahu Azza wa Jall na ruajt prej si e faqësisë. Pa dëllë të ndërshëm, gjithashtu prej veprave që e lecojnë peshorën e veprave të mira,
ngritja e ezanit pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngritja e ezanit më lartë se ezani i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu kërcënohet në Kur'anin e Kerim se është prej veprave që i shlien veprat e mira i zhduk. Për atë Allahu azza wa jall kur e zbriti fjalën e tij, ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju që keni besu, mos i ngritni zonat më lartë se zoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An tuhbata amalukum wa antum la tash'urun. Se ndodh që ju zhduken veprat e këtë ju nuk e jetoni, këtë nuk e ndini ju, ende mendoni se jeni mirë, veprat janë asgjësu, për shkak se zoni juaj është ngrit më lartë se zoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ndëgjoj këtë ajet Thabit ibn Qais, komshiu i Sa'd ibn Muadhit, kur ndëgjoj këtë ajet, o veçu i zëllun shtëpinë e tij, thaj vaj halli për mu. Thabit ibn Qais e kishte zonin e lartë, tha unë zonin më të nalt se zoni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ajet ka zbrit për mu. Allahu mi pas ka asgjësu veprat, e ati që i zgjësuan veprat nuk e pret dhe vetëm zjarri i xhenemit. Pa ata pejgamberi Allahut nuk e shef Thabit, e pit Saadin dhe thot, çka ka Thabit, ku gjendet Thabit? Mos ai se mor. Thot Saad ibn Muadhi, vallahi thot s'kam dëgju se është i semur, ama do ta vërtetoj. Shkon Saad ibn Muadhi, i jep selam Thabit ibn Qaisin, e gjen 3 ditë duke qajt në shtëpi. Thot çkeja Saad, çkeja Thabit? Thot ka zrip një ajet, Allahu ma ka zbrit një ajet, ka paralajmëru se ti mi ka zhduk të gjithë veprat dhe më ka bon banori i zjarit. Të li ajet, të ajeti surat al-Hujurat, që thot Allahu azza wa jall, ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos e ngritni zonin më lartë se zoni i pejgamberit Allahut. Tha baratan, tha zoni im ka më i lartë se zoni i pejgamberit Allahut. Kjo ajet nuk e ka për qëllim askënd vetëm mu. Shkon Saad ibn Muadhi, i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi Allahut, jo, aja banori i xhennetit, aja banori i xhennetit, nuk është nga ato Thabit ibn Qais. Dhe Saad ibn Muadhi e përgëzon Thabit ibn Qaisin dhe thot Saadi, elhamdulillah që jam unë Saad ibn Muadhit, me si të balit të ti ta shef një banor të xhennetit që hec në për tokë. Shok të pejgamberit Allah, o frikën, vetëm ngritjen e zonit, se po jazgjesohen veprat pa e tu ata, pa e ndi ata, ende vetën e nin musliman, ende vetën e nin banor të xhennetit, ndërsa veprat ju kanë zhduk dhe ju kanë azjesu. Përse, për çka se është ngrit pak zoni, toni zonit, më lartë se zoni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë nga kjo ajet, pasi që ka zbrit kjo ajet, Omer ibn Khattabi gjithashtu e kish zonin e lartë. Mirë po kur ishtë me xhlisin e pejgamberit Allahut dhe pyet të diçka Omeri, pejgamberi Allahut pyet të thonë diçka, po pit Omeri s'pe ndëgjoj. E ul të zonin, tërbija në shkollën e pejgamberit Allahut, ndërsa sot shkelet suneti pejgamberit Allahut, mëkambet suneti pejgamberit Allahut, edhe më tej në emën të ehli sunnetit dhe xhamat. Mëkambet suneti pejgamberit Allahut, nëse ngritja vetëm e zonit pejgamberit Allahut, pa kundërshtim të pejgamberit Allahut, kërcënim i Allahut azza wa jall që mund të azgjesohen veprat dhe nuk e jeton. Shka bëhet fjalë për ata që i dhanë përparësi logjikës së tyre pranë sunetit pejgamberit Allahut, që i dhanë përparësi pajtimit të njerëzve, të kënaqin njerëzit, të kënaqin udhëheqësat, ta shkelin sunetin e pejgamberit Allahut, edhe krimi ditë pas asaj që në emën të sunetit bidatin të mbështjellin, që të arsjetojnë vetën e tyre.
Për këtë arsye mos të arsetojnë vetën tonë, po të thojnë si Thabit ibn Qais, kjo ajet ka mua për qëllim, kjo ajet ka zbrit për mu, kjo është kërcënim për mu, kjo ka mundësi që kjo vepër mund të me jasgjeson veprat. Për ata ngritje e zonit, dhonja për parësi të logjikës, dhonja për parësi të mendimeve tjera, pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kërcënim i çdukjes së veprave. Kërcënim prej anës Allahut, që ka mundësi që t'i çduk veprat, po pejgamberi Allahut e ka publiku këtë dhe ka thonë në hadith të vërtet. Ka thonë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Ai i cili e shpik njërisi që nuk ka pjesë e jonja, që nuk ka pjesë e dinit, që nuk ka urdhnu pejgamberi Allahut në ta, ajo vepër nuk pranohet te Allah. Pa qëtër me qenë si pas sunnetit pejgamberit Allahut, ani se vepra është e sinqert. Nëse nuk ka si pas sunnetit pejgamberit Allahut, vepra nuk pranohet te Allah. Kështu në ka njoftu pejgamberi Allahut, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai që nuk vlet prej amendjes së vet, ai fliste vetëm çka i shpallte prej anës Allahut. Vepra që vijon, e cila ka lidhshmëri me këtë, ajeti para këtij ajetit, një ajeti parë surat al-Hujurat, thot Allahu azza wa jall, ja eyyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. O ju që keni besu, mos nxitoni të bini vendime para Allahu dhe para pejgamberit Allahu. Me dhon mendim dinin Allahut, pa pasë referencë Kurani Kerimin dhe sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra thonë të Ibn Qayyim, ka vepra që njeriu t'ja zhdukin të gjithë veprat ai nuk e heton. Njëri ndërta, nëse jep vendim shariatin e Allahut, nëse pret fetfa pa pasën referencë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi Allahut. Për ata dhe thot Ibn Qayyim, nuk lejohet transmetimi dhe i fetfas. Ibn Qayyim e shtrëngon këtë çështje vetëm thot i lejohet transmetimi i fetfas vetëm kur ta dish se ai që ka dhënë fetfa e ka referencën Kur'an dhe Sunnet, ka hadith për këtë mesele dhe ka ajet. Këti dhe vetëmi që je lejohet që të transmeton fetfa, e jo të prat fetfa. Ka thonë një hoqë, me kusht Ibn Qayyim i thot lejohet ti me thonë, ka thonë një hoqë, nëse din se ki hoqë e ka referencën Kur'an dhe Sunnet, ajet dhe hadith, a nëse hoxha ka thonë fetfa dhe nuk e din se aj, ku a mbështet në atë fetfa, a ka masati Kur'an dhe Sunnet, nuk lejohet transmetimi fetfa si pas Ibn Qayyimit. Haram është me transmetu fetfa. Kështë thot Ibn Qayyim. Për shkak se ti ki dhonën atëre të drejt vetës tonë dilsh para Allah dhe para pejgamberit Allah. Edhe nëse ke qillu, ke gabu. Para ta Ibn Taymija që ka thot, shumë njerëz japin vendime, shariatin e Allahut, nuk e kanë për qëllim me rejt, mirë po janë rëna veca nëse nuk e din argument. Në shariat janë rëna veca edhe nëse se kanë për qëllim me rejt, kanë për qëllim të mbrojnë dinin, kanë për qëllim të mbrojnë hakun, nuk e din argumentin, thonë ato në shariat konsideron rëna veca. Kështu e kanë dëshkimin tek Allahu azza wa jall. Për këtë arsye Allahu azza wa jall ka thonë në Kur'anin e Kerim, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ato që dinë nëse s'dini. Dhe Imam Shankiti ndëgjojsh në komentin e këtij ajeti e thonte, ai që e pyet njonin që s'din është gjunaqar. Ai që vej lip fetfa, pini hoxhës që e shef se vja vlen ata me mësu e jo me mësu për ati, aja gjunaqar. Dhe me ja përshtypje një fjallë një hoxhës që e kishte pas thonë, një plak kishte thonë ki islam shumë i fort, kishte qëllu.
Ki islam ishte konë shumë i fort. Gjithnam ki hoxhe, a që unë kam me shtremu islamin së me shtremoj. A i kështë thonë kështu. Gjdo hoxh nuk pytët. Ka thonë Allah në Korani Kerim, fes elu ele dhikri, pytë ata që din. E nëse ti drejtohesh njani që s'din, s'ka kri as një shkollë në këtë drejtim, s'ka as eksperiencë, ti e gjunaqar para tinë. Edhe ai që të e fetfal në gjunaqar normal, mi po dhe ti që e ke pytë, nga se Allah ka thonë piti ata që din, ndërsa ti a ki trokit derë dhe e ke pytë atë që s'di, pra parashtrimi pytë që si ati që s'di a gjunan vetë. Kja din, pra ta Abdullah ibn Abasi, kër qëllojnë në Mina, dhe po thojnë, po transmeton Abdullah ibn Omeri. Abdullah ibn Omeri transmeton dhe thot, ka thonë pejgamberi Allah, ato thonë ka thonë Ebu Bekri dhe Omeri pak më ndrish. Ta ju shikojnë jenzile alejkom hijalatën minës sema, kam frikë se gurë ka me jo zbrit prej qeli. E kullu lekum, po jo thëmë ka thonë pejgamberi Allah, po më thuni ka thonë Ebu Bekri dhe Omeri. Kush janë Ebu Bekri dhe Omeri? Ko të fletë pejgamberi Allah, për në pejgamberi të Allah të abonë të pyqe Ebu Bekri dhe Omeri. Nërsa ne e kësha thojnë, ka thonë pejgamberi Allah, po më një hoqë kështë e thonë ndrish. Që një asha i hoqë, që delë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fela wa rabbike la yu'minun. Harrova jetë. Pasha Allah në thotë Allah s'kanë besu. Ata të cilët nuk e bojnë në hoqë të vetëm, pejgamberin Allah. Për ata vëllai Mesudi tha man ju atinve që i kanë vdek, mos u man për ato që janë gjallë, për çka se ato që i kanë vdek e kanë përfundu me mirë, ndërsa gjallit nuk ka garantë dhe siguri për ta që nuk e godet fitnja. E ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, nëse ki e dëshirë me shtin vetën sëpërov, me këshirë akt ka përlati e fitna jo. Ke qef, më këshirë në pasëshirën, me pase atë ka godit fitna tha këshirë një meselën dinit Allah. Nëse gjej ki thonë haram, so di thue halal, ti kira me duk du di kamt në atë fitnën të cilën ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, fel jahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Ne të kenë frikë ata të cilët e ndryshojnë dhe kundërshtojnë sunetin e pejgamberit Allahut se po i godet një fitnë. Tërgjes ban sot ban, do thot fitnë e ka godit. Allahu na ruaj. Për këtë arsye Allahu të ndershëm, gjithashtu prej veprave të jashtëson nëse ne i japmi përparësi vendimit nxitojmë në vendime para se me pas referencë Kur'an dhe Sunet. Para se me këshirë çka ka thonë Allahu, çka ka thonë pejgamberi Allahut. Nëse shleton historinë islame e shef se shumë sahabi kanë thonë se dim. Në shumë mesele kanë thonë se dim. A thua ato hitë s'kanë një për atë mesele? Ato kanë dëgju për atë mesele. Mirë po nuk kanë bo punim në atë mesele. A do është me kërku saksir që në haki ku ha. Për ata nëse pak kanë qenë të dishim, 99% e kanë ditë, 1% se kanë ditë, kanë thonë se dim. Për ata vëllai Mesudi ka thonë gjisa e diturisë është me ja ditë halin vetë vetës, ko mos ta dish me thonë se di. Se kjo se di atë gjisa e diturisë që ja din halin vetës, e ai që se din se se din, ai që e din që se din, atëre ja nis me mësu deri ta din. Ama belaja me e madhe që ka thonë njëni prej tebeinve, njerëzit janë 4 lloj. Njëni nuk din, ama menon se din. Njëni nuk din, ama mendon se është alim. Për këtë arsye thot kja xhaili më i madh i historisë që e ka pa, që thot ki ka nevojë për të eduku. Njëni s'din, ama e din se s'din, ka thonë këta mësonë. A njëni din dhe e din që din, thot pyetnë. Njëni din, mirë po mendon se s'din, tha këta qënë e pigjumi edhe shkunja një ditorin, për shkak se mendon ai se din. Për atë ledhë të ndërshëm, gjithashtu prej veprave të cilat i shduk veprat me ndërhi në çështjet e Allahut. Dhe në shpesher ku të deze dikush të rëthojmë rametlia. Kjo ndërhini në çështjet e Allahut, Allahu në rujtë. Kjo gjuna në vetë.
kush ka thonë se Allah e ka mëshiru? Rahmetlia. Rahmetlia do të thonë Allah e ka mëshiru? Kes lejohet me thonë. Me thonë Allah e mëshirot ban. Nëse ka vdekë musliman. Ama rahmetli, kush njoftoi i tije se Allah e ka mëshiru? Ndëgjoni këtë hadith. Kur vdiç një fëmijë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëna prej grave të pejgamberit Allahut Ummu Seleme, nëse se kam gabim me emrin, ka thonë asfuru min asafiril jann. Mashallah, një zog prej një plumb prej plumbave të xhenet. Pejgamberi Allahu kur e ndëgjoi këtë fjalë, o idhnu dhe tha: "Men hadhi muta'alli ala Allah." Kusha kjo që ndërhin punë të Allahut? Tha unë jam pejgamberi Allahut dhe vallahi se di çka bëhet me mua. E po fëmia, sa është i fal? Është i fal mos u përzim punë të Allahut. Se ka fëmijë që sprovohen ditën e Kiametit. Apo ka thonë se kjo kur e ka thonë plumb prej plumbave të xhenetit, ende pejgamberi Allahu s'pa tregu ç'a është puna e fëmijëve të muslimanëve. Edhe pse më e vërteta se fëmijët e muslimanëve drejt në xhenet, që kujdesat për to Ibrahimi dhe Sara deri të kthehen familjarët e tyre, që ta dorëzojnë fëmijët e tyre drejt xhenetin Allahut. Kjo është mirësia e Islamit që i ka prindrit musliman. Nëse prindrit si ka musliman, atëre fëmija sprovohet ditën e Kiametit. Apo ka mendime edhe më shumë se kaq? Afërsisht 13 mendime në këtë mesele janë. Megjithatë, ndërhirja në çështjet e Allahut është prej veprave që ti zhduk veprat. Për ata transmetohet njëri prej Bani Israilëve e takon Allahun e vet, gjuna thot ke frikë Allahun, mos e ban gjunojnë tutju Allahut. Ditën ditë e takon. Pra ti thot tutju Allahut. Tretën ditë kur e takon me një gjuna dhe më të madh, thot pasha Allahun, Allahu s'ta fal. Allahu dërgon melekun e vdekën, thot merja shpirtin të dyve. Thot ti ta kam fal, që po thot ki se ka fal. Ti ta kam fal, ndërsa ti s'ta ka pranu veprën zjarr. Ai në xhenet, ki në xhenem. Përzirja në çështjet e Allahut është gjuna i madh që ti zhduk veprat. Të ban qafir? Jo. Ama ta zhduk veprën. Për shkak se përzihesh në punë të Allahut, Allahu ka dëshirë që mos përzihesh punë të tij. Për ata Hasan al-Basriu, kur e pa ndëgju një fjalë të Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafiut, që përshkruhet në histori zullumqtar i madh. Pe asaj dite Hasan al-Basriu mos ka fol. Tha unë mendoj se Hajjaji është fal te Allahu. Ja ka fal Allahu. A dini pse? Tha për një fjalë që e kam dëgju prej Hajjajit. Në fund të jetës Hajjaji thëke ja Rab, o Zot, fale Hajjajin se ti e ke faljen e madhe. E ke rahmetin e madh se kejt njerëzit po thojnë Allahu s'ja fal Hajjajit. Ja Hajjaji shpi lutet Allahu. Kejt po të përzihen punën tua. O Zot falem, rahmetin e madh e ke ti. Tha për ata fale Hajjajin. Tha se kejt njerëzit po thojnë Allahu nuk ja fal Hajjajit. Tha Hasan al-Basriu pasha Allahun, tha kam frikë me fol mo për Hajjajin se kjo fjalë nëse ka arrit tek Allahu dhe është ngrit, Allahu e ka fal Hajjajin. Përzihesh mund të Allahu? Për këtë arsye, gjithashtu prej veprave që cilat ti zhduk veprat, ndërhirje në punë të Allahut. Për ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeri i tha një vllau të vet pasha Allahun, Allahu nuk ta fal ty. Allahu azza wa jalla tha kush që më ndërhin mua në çështjet e mia, tha filonin e kam fal. Apo do të sa fal? Kam fal. Ndërsa këtij ja kam asgjësu veprat. Prej veprave që asgjëson veprat, gjithashtu që nuk nxjerr pe imanit, është lënia e namazit të ikindis, apo vënimi i namazit të ikindis, me fal ikindin vonë para akşamit. Kështu e kanë kuptu sahabët shokët e pejgamberit Allahu si Borejd, që transmeton Ebi Mulejh nga Borejda i cili thot kemi qenë me Borejdën me një luftë, me një betej, dhe atë ditë që Allah i vërand koha, edhe tha ngrit në ta falmi ikindin më shpejt, nga se ka thonë pejgamberi Allahut kush e lën namazin e ikindis i asgjësohet vepra. Që asgjësohet vepra, do të ketë vepra që i ka bën atë ditë, ketë i shkojnë huç,
Ka thonë ai që e lej kindin atë dilloj. Ai që i hiki kindia është dilloj. Nëse njoni e ka zakon ti fal 4 namaze në ditë dhe vetëm i kindin tanë jetën nuk e fal. Fal sabajn, e fal drekën, pastaj del në punë, punon, kthehet, e fal akshamin, e fal yacien, e fal sabahut, e fal drekën, akshamin, yacien. Pra, ki njeri me në 5 vakt namaz i ka bon 4 namaz. Lonja e kindijës gjithnja në jetë është prej veprave që qetë prej imonit. Apo njoni sabah. Në të këthejmë sabah se një kindi, në atë kohë ka fillu tregu. Mishterit ma shumë kanal në kohë një kindi se ma flat. Pra ta thot pejgamberi Allah, kush i fal di namazat fresk këta hinë gjennet. Kush janë këto? Ka thonë sabah dhe i kindia. Asan sabah dhe jacia, cëla ma fresk. Pse kanë thonë komentin dietar të hadithit sabah dhe i kindia. Jacia ma fresk se sa i kindia. Kanë thonë për shkak se sabahu a namazi ma i freskët i natës, i kindia është namazi ma i freskët i ditës. Namazi ma i freskët i natës, a sabahu. Namazi ma i freskët i ditës është i kindia. Për atë në kohën i kindis kanë pas mishteri. Qatër e biznisi ka qarkullu. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol për namazin e kindis, ndërsa tash namazi sabat, njoni i fal 4 namaz, kur sabat s'fal. Kjeja rënon imonin, Allahu në rujt. Ndërsa në njerë nëse qohet sabat, dhe njerë i kini i kindia, dhe njerë dreka, dhe njerë i kjacia, dhe njerë akshami. Pra i fal 5 kohë namaz. Dhe i pranon se i kam farz 5 kohë namaz. Me jo ata. I hik do një namaz i ditës, këti njeri u t'i azgjësoa dhe veprat e asaj dite nëse i kindia. Këtë ka dosh me thonë pejgamberi Allah. A ditë që ka punu mirë, i shlijen. Për shkak se i ka hik i kindia. E disa djetarë kanë thonë hik e kindis do të thotë mos me falë në kohën e partë të i kindijës. Me vonu i kindijën deri sa filloj dili me, rezët e dilit me up, muskuqen pa para përëndimin. Për ata Enes ibn Malik, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Malik vetëm thirrte te i kindia e falte me njerë. Dhe i thëshin ja Aba Hamze shka po nëziton, kena vakt, thonë të kështu e falte pejgamberi Allah. E nëziton të namazin e kindis dhe nuk e vononte. Për shkak se ne e dim se sunet, është do namaz me fal në kohën e parë të sa. Sunet, ma mirë është, gjdo namaz me fal në fillim të kohës për pos di namaz. Për pos di namaz. Sunet është mi vonu. Namazi atis me vonuën nëse dakord janë gjemoti, derisa 1/3 e notës me kaluan ma sevap dhe ma mirë. Dhe namazi drekës kur është zheg, ka thonë pejgamberi Allahut pritnit, fladitët se tash adhes gjenemi, nxehtësien të cilën për e përjetoni, thot është dhe vapa e gjenemi, di namazë. Mi vonu prej kohës e parë asunet, namazin e drekës ku në shek, dhe namazin e jacijës, nëse është e mundur. Nëse falet me gjemat të tune vëllas po dalë në gjami, për shkak se kogja më ka thonë ma se va po falë në shpi ma vohën. Jo, me gjami me dalë dhe me ju përgjigjë muezinit, është ma mirë. Në po flasmi për muezinit, në po flasmi për gjamit, cila është koha ma e mirë e kryes namaz, do kohë, në kohën e vetë, në kohën e parë. Sa ma shpejt për pos namazit të drekës dhe e jacijës. Njën e thotë po mirë po, në Ramazan, në anë e fit, e qëllojmë, se shpejt e falmi namazin zabajt. A mu mas Ramazanit, për çkak se thotë janë argumentu ato të parë tonë me një hadith. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do thotë që edhe sabajt me vanu pak, edhe ajo ma mirë. Pse? Ka thonë pejgamberi Allahut esfiru fil fajri fe innehu a'dhamu lil ajri. Lene sa mas drit sabahun mas e vap. A vish jashtë Ramazanin, Ramazan? Sa ma terë mas e vapa. Jo Hanefit, që e keni morën këtë hadith pejgamberit Allahut, ka thonë pejgamberi Allahut, sa ma drit mas e vap, vish jashtë Ramazanit.
Namazan, sa ma tërë ma se vapa. Për këtë arsye mendoj se këtu ka ndërhirje epshi, edhe pse komenti hadithit nuk ka kështu. Asfiru fil fajri fa innahu a'zamu lil ajri, do të thotë sa ta zgatsh më shumë namazin ama se vap. Se ti sa të kënojsh Kur'an më shumë, zdritët më shumë. Këtë ka dashur me thon pejgamberi Allah. Do të thotë hin në namaz në kohën e parë. Pastaj kënon Kur'an, kënon. Sa të kënojsh Kur'an më shumë, më se vap. Para dhe Allah ka thonë inne Kur'an el fajri kene me shuda. Namazi sabat është dëshmitar në ditën e kiametit. Allahu azza wa jall e ka pas për qëllim namazin e sabat, e ka përmend Kur'anin. Pse? Se Kur'ani a pjesë e namazit të sabat. Mirë po ka desh me thonë se sidomos nëse lexoni Kur'an më shumë në sabah, ki namaz ama i preferuar të Allahun që i bëhet namazi sabat. E lexu sa më gat. Për ata jetë sunet dhe vetëm jacia edhe dreka, ndërsa namazin e sabat pejgamberi Allahut e ka falë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit jo para kohë. Jo para kohë. Se inshallah dhe ne që tunë në Abdul Kader se kena falë ma herët, inshallah. 3:45 koha minimal. Gje disa kanë dalë me shigju. E kanë këshi se 3:50. Ma sigurt 1 orë mas imsakit kalendarit. Ka ma sigurt. 30 lirisht namaznate ban. Ka vakt edhe për disa reqat që me bon vitrin ma vonë. Ne ta bajnë përgjësin ata që kanë dhonë fetfa. Ne ta bajnë përgjësin dhe ata që s'kanë ngu. Ne ta bajnë përgjësin ata që e kanë hec me kalendar dhe kanë gjek e epshin. S'kanë gjek sunetaj. S'ka këshirë sunet. Kjo është e që në bregos se nuk kena problem, nuk insistojmë në veç ma vonë. Jam duke ofrik për vetë. Unë kam dhonë fetva, kam dhonë 3:45 është e mjaftoshmë. Ndërsa tash në del ndoshta 3:50. Edhe pse normal këto ditët pak shtohet. Mirë po inshallah Allahu na i pranon. Për këtë arsye nuk ka shajgare kjo. Pejgamberi Allahu te ka fal namazin e parë, pa mendo agjeron, ban namaz note, a nuk e din se kejt taravia dhe namazin notës me qitë me një kandar me një onë. Dhe me qitën sunetët e sabaut me një onë, sunet i sabaut peshon ma shumë se kejt këta. Me farzin s'peshon. Me farzin flutëron. Kejt namazinatës, kejt taravit. Me hatme, me 10 hatme pa pasbon. Nuk peshohet me namazin e sabaut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam direkatët sunet të sabaut peshojnë tek Allahu maran se dunjoja dhe çka konta. Pasha Allah. Me pas anullu, me pas dal, me pas don fetva. S'ka taravi, haram taravia, haram namazinot, është krimi më i vogël se sa me thonë me falë sabahun para kohë. Kjo sa kur gjon. Në krahasim me atë të cilën me i dhonë fetva, me falë sabahun para kohës vetë. Allahu na rujt. Allahu azza wa jall na përmirësoj gjendje. Një ndër vepra që i zhduk gjithashtu veprat është mëkëmja e normave të Allahut fshehur azi. Thaubani transmeton që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ju tregoj për disa njerëz që në ditën e kiametit vinë me sevape sa kodrat e mëdhaja. Vinë me namaznate sa kodrat e mëdhaja. Vinë me sevape. Ditën e kiametit sa kodrat. E Allahu azza wa jall ja ban plun dhe s'ja pranon. Që ki hadith pejgamberit Allahut i ka thinë sahabët. Që ki hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka tmerru sahabët. Njeri që ka punu alodh 60 vet i zmet dinit. 60 vet. Namaznate, sadaka, agjerim nafile, banket, derisa ka dalë në ditën e kiametit, sa kodra me sevape, Allahu, plun java. Ka thonë, Thaubani thot i tham, ja Rasulallah,
Si fomlena, na trego çfarë njerëz këtu, çka kanë bën këtu. Na trego që mos jeni nga ato. Tha ato janë si kërju. Janë prej lëkurës së juaj. Janë me prej ardhe si kur që jeni ju. Janë njerë si kur ju. Vetëm e kanë një behonë. Tha ku qesin në vetë me Allah, unë tha i morin në përkom normat e Allah, si tutën Allah. S'po më shef kërkush? S'o merë vesh kërkush? Mashtroj e filonin, manipulo me filonin, mi merë haramet në përkom. Kur tani çështje që nuk e din vetë maj dhe Allah, ku gjenë veti, bëhet bandit. Kur para njerëzve vlia, ke është ai i cili Allahu ja zgjesën veprat që ka në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen te falltorët apo i pyet falltorët, që dorën lexo ma dorën, që më të lexo bën ta. Dhe zom galzom çka ka mendot. 40 ditë namazi si pranohet. Filxhani kafës. Thot kush i pyet falltorët, i pyet falltorët, fallxorët, magjistarët, 40 ditë namazi nuk i pranohet. Viç mi pyet. O thot unë pe di besë s'din kur gjon, viç ta këshiri ta provoj. Viç me këshir 40 ditë pranohet. Nani se beson. Po nëse e beson, ka thonë nëse e beson, çka po thot? Mara pe bash pe di. Bash ja ka qellu. Pe lexon mirë, pe din mirë. Ka thonë nëse e beson, ka bo kufër mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberit Allahut po rrendi. Pejgamberi Allahut ka tregu për to. Çka din dhe çka s'din. Për ata 40 ditë atyre nuk i pranohet namazi, Allahu azza wa jalla na rujt. Gjithashtu ai që pin alkool, piri alkoolit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ko shpri alkool 40 ditë nuk 4 sabaja nuk i pranohet namazi. Nëse bën tobe, Allah ja pranon tobe. Pastaj pi apet. Ta 40 sabaja nuk i pranohet namazi, pastaj bën tobe. Prap Allah azza wa jall ja pranon tobe. Pastaj ja nis me pi prap. Ka thon 40 sabaja nuk i pranohet namazi. Pastaj bën tobe, Allah ja pranon toben 40 herë. Ka thon pejgamberi Allahut, nëse bën tobe, Allah si ja pranon toben. Pa ja shiju shijen e lumit të shijen e lumit që e kanë qujtën khabal. Pa e pijen aj që pe këti lumi, thot Allahu nuk ja pranon të ubën ati. Ka thonë, ja Rasulallah, qka ki lum, qka ka në ta? Tha, ki lum janë fliqësirat që dalim prej trupave të gjenemlive. Janë nevojtorët, të cilët dalim prej gjenemlive. Për këta si e ledhë të ndërshëm, këshesha thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që i më kambin normat dhe haramet e Allahut. Allahu azza wa jall tobën nuk ja pranon pa ja shijuan shijen e fliqësirave të kitë lumi që gjindet në xhenem, Allahu na ruaj. Veprat të gjithashtu që i shduk zullumi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a e dini kush është muflis, kush është që del në ditën e kiametit s'ka me veti asgjë? Than muflis të na është ai i cili s'ka dirhem dhe dinar. Than muflis tek Allahu është ai i cili ka namaz, ka agjerim, ka sadaka, ka mirë po. E ka ofendu filanin, e ka sha filanin, ja ka mshu filanin, e ka rre filanin, i ka bon zullum filanit, ditën e kiametit del para Allahut azza wa jall dhe dalin filanat. Thot ja Rab, më ka bon zullum. Thot merr të mira. Kia merr do, ai tjetri ja merr do, ai do. Ka thonë të pejgamberi Allahut, derisa mos t'i ngele asnjë sevap. Pastaj Allah ka hake. Vin ato, ja Rab, më ka bon dhe mu zullum. Tha, merr një sevape, s'ka sevape. I japja një gjunat. Ja japin gjunat dhe shkon xhenem. Ka qenë xhenet lip. E ka pa xhenetin. E ka po punë për xhenet. Zullumi, akuza, gibeti, rahja, nga i të qërëve, ja kanë morë të gjithë sevapat dhe kanë ngarku me gjunoj, ka shku në xhenem, Allahu na ruaj. Këto janë ata të veprat të cilët t'i zhdukin veprat, para ata isha transmeton, thotër një njeri ullul gujza,
pranë pejgamberit Allahut dhe thot, i kam disa shërbëtor, i kam disa rob, të cilët i çojnë biznes më gënjejnë, më rrejnë, mashtrojnë, hajnin, të në dzezët i kanë. Tha për ata po më qesim pi kontrolit, po i bërtas, edhe po i ra. Çka kam si ardë do tjetë raporti mes meje dhe atin ve ditën e kiametit. Ta pejgamberi Allahu ta kollaj. Tha nëse ato të kanë bo ma shumë zullum se sa ti që i ki bo, tha atëre ti e tjetë dëni se vapë. Nëse ti e kini baraz me ato, ti ki bo qaq, edhe ato të kanë bo qaq, atëre dilni klam të dytë. Tha nëse, tha ti ki bo zullum ma shumë ati nëve, tha atëre s'ka me të se vapë, tha edhe të pret gjenemi. Aja nisi me qaj dhe u lanu, tha vallaj, tha s'kam qare me to, dhe s'kam zgjidhje vetëm, the dëshmoj dërguari Allahu se janë të lirë për Allah. Në qkojnë për Allah, thot për shkak se s'muj me bajt këtë zullum ditën e kiametit. Pa atë Muadh ibn Gjebeli, Muadh ibn Enesi transmeton dhe thot, ka thonë kë isha në një luft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Isha me një luft me pejgamberin e Allahut. Dhe luftetarët mujahidat tha i ngushtu në rrugët, i mshela në rrugët. Dhe i shqetësuan njerëzit ku kalojsh. Dhe njoftuan pejgamberin e Allahut se janë disa luftetarë mujahida, janë me neve. Mirë po i bojnë padrejtësi apo po i shqetësojnë banorët e këtire vende. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon njonin që të qonë këtë mesazh me zonë të lartë dhe të thotë: men dajja ka menzilen e u kata tarikan fela gjihad e le. Ai që i ka shqetësu banor të ati vendi, ai që i ka mbilë rrugët, ai që i ka bon zullum banorve, s'ka gjihad për ta, s'ka se vapet gjihadit për ta, ja ka zhduk Allahu se vapet e gjihadit. Pra zullumi është i madhë, zullumi e i madhë. Para Sofjan e Thaurio thëndë, marazi jam takona me Allahun me 70 gjunoje me smeje dhe Allah se me një gjuna vlavitem që ja kam bo. Marazi jam dhe ma let me ndoj ka përcaj të Allah me 70 gabime që janë me smeje dhe Allah se sa me një gabim që e kam da i vlavitem, se Allah ka premtu se i fal gjunojet që janë me serobit dhe Allah, ndërsa Allah azze o gjela është betu se ka mu hakmar për ata të cilët i bojnë zullum një qetër. Pa ata thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lumi ai që i lan gjunohet para se shkon në ahiret. Ka bo zullum dhe shkon merr halallëk para se del para Allahut azza wa jall dhe nuk do të ketë as dirhem as dinar. Gjithashtu, shit blerja nëse bëhet me kamot i asgjëson veprët. Transmeton një grua e cila thot, kemi qenë disa gra, kemi nihin të Aisha. Dhe po i thot kjo gruja, jo drejtu el mu'minin Aishës, po thot, a njef Zeid ibn Arqamin? Tha po, Zeid ibn Arqami është i njohur. Tha Zeid ibn Arqamit, tha Zeid ibn Arqamit, tha e kam ble, tha një robresh. Prej Zeid ibn Arqamit e kam ble me 800 dirhem me të pritme, me rata. Ta kam ble një robresh, për Zeid ibn Arqamit, 800 dirhem, tha a janë shërazi me ble me 600 dirhem, me jashitën ndorë, kesh. Kur do të zirët, s'ka nevoj për gjip as për kërë, ka nevoj për pare. Edhe shka bojnë? Shkojnë të viloni, dhëta ma shetë, ti që këtë kërë, për 30.000 euro me të pritme. Thot po, bojnë marveshën për 2 vetë me prit. Thot a pe blejnë ti 20.000? Thot pe blej, që s'pe blej? Tak, 10.000 euro në gjep, ka mot. Ka thonë Aisha radiallahu anha, kër ndëgjoj tha Zeid, bani selam Zeidit, u idhnu Aisha, bani selam Zeidit, se i ka shdukën gjihadi që e ka bo me pejgamberin Allah. S'ka gjihad për të. S'ka vepra të mira. Që këtë punë e banaj, po ta shes dhe e blej, loj ka motës. Ka thonë bani selam Zeidit, thuaj, se gjihadi është asgjësu që e ka bo me pejgamberin Allah. Si të blej,
haram. Thot pejgamberi Allahut idha tabayatum bil ain. Nëse ju e bani këtë llojshit blerje, që e blen mashtrejt me rata, e shet malirë të njëjtit njeri, ja shet njëjtit njeri, malirë me kesh në dorë, ka kamot. Sa kamot, sa krim, krimi madhi i cili ti asgjëson vepra. Ti ç'du? Ka fitimi jot. Para ta tha kur e qetësua Aisha, se në qetësosh me Aisha, u i dhënum, si ka mundësi Zejdi me bonket? Ta kur i qetësu dikur i tham, a ban vetëm kapitalin të marë? Tha e lexoj fjalën Allahut që tha Allah, men ja'u maw'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Pra ai i cili i vjen këshilla sot e mora vesh, tha dhe e le, bëhet pishman, atë ditë, tha e merë vetëm kapitalin, dhe vetëm atë që e ka financu apo e ka shti. Qetra nuk i takon. Pa diferencë, 800, 600 vetë. Për shkak se nuk i takon diferenca, për shkak se është kamot. Pranimi e dijes për me ndërmjetësu, me ta kri një punë, e jep dhe një hedije. Nëse e pranon hedijen, hedije ta ka prun. Ta ka prun një mobil hedije, ta ka prun një laptop hedije. Masi ta ka thonë hedijen, thot eja, ka mundësi mi fol filonit be, ma gri këtë punë. Kja lloj kamotës, haram. Ani se ta ka kushtu. Ej, po ta jep që këta, krima këtë punë. Për çkak se njoni ka ardhur te Imam Auza'iu, një qifot e ka mush një qip me mjalt, ja ka prun bujrën. Mas ja ka thonë, a munësh mi vol atine përgjegjësit të Ba'lebekit që tatimin të mazbrite pak. Ka thonë Imam Auza'iu, ka thonë ose e merë mjaltin dhe i shkruj, ose ma le mjaltin dhe nuk i shkruj. Jo, ta ka thonë, nëse mbasi mune për që ta prunë, atëre pe marë dhe shkruj. Atëre i ka shkrujtën, 400 dirhem ja ka zvoglu tatimin. Haram. Ska se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai që ka ndërmjetësu për vëllavin e vetë me ndonjë ndërmjetësim, e pastaj ju ka dhuru, thot, një hedije, një dhurat, apo ju ka dhuru, bashkarisht do thonë hedija, për të ndërmjetësu dhe e ka pranu, thot, ai e ka bon një vepër, një lloj të kamotës të madhe. Ka bon një lloj kamote të madhe, një lloj lufte ndaj Allahut të madhe. Allahu na ruaj. Gjithashtu me ja cenu nderin muslimanit, ja zësojnë veprat, me tradhtuan mujahidin në familje, është prej gjunave të cilët i shduk vepër. Njoni e kalon familjen ka shku në gjihad. Kujdeset ki për në familjen e vetë dhe ki e tradhton, i ban dredhil. Ja vjedh pasurin, ose ja men nderin, Allahu na ruaj. Ka thonë, gratë mujahidëve tek muslimanët, për nga respekti dhe nderi, janë si kur nonat e tyre. Allahu Azza ka ngrit gratë mujahidëve, ai që i kujdeset për to, ashtë si kur mujahid, që kur më kona gjë. E nëse e tradhton ata në familjen e vetë, në ditën e kiametit, Allahu i thot mujahidit, meri se vape, sa ja raptimar, sa dush. Tha pejgamberi Allahut, nëse i thuhet ditën e kiametit njëri merr sa dush, ai le diçka? Ai le? Ditën, kur nuk i intereson kërkujt as kujt, as mia vet, as gruaja vet, as nëna vet, as baba vet. I intereson vetëm vetja. Ai le diçka? Si le kur gjon. Pra nëse e tradhton në familjen e vet, Allahu na ruaj. Nëse e tradhton në familjen e vet, ja zhduk veprat. Allahu Azza wa Jall. Ja ashtu prej veprave që e zhdukin veprat, vetvrasja. Edhe pse vetvrasja, nëse e ban halal vetvrasja na kufër, dali pi fes. Nëse ban vetvrasja duke ditë se haram, mirë po, ju kanë kushtu rrugë, ka mendu se me vetvrasja e zgjidh problemin, i asgjësohen në veprat, mirë po nuk del pe imanit. Për shkak haditheve të shumta të pejgamberit Allahut. Vepra e cila gjithashtu që zhduk veprat, gruaja e cila nuk i përgjigjet burrit, pa arsye sheriatike. Gruaja e rebeluar ndaj burrit nuk i pranohet namazi deri ta pajton burrin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
tre lloj të njerëzve nuk i ngritet namazi më larg se veshët e tyre. E para, thot ati, ai që ka qenë rob i njonin zotërisë e ka ik. Ka qenë rob, ju ka thonë rasti edhe, ka ik. Thot nuk i pranohet namazi deri të kthehet te zotëria vet. E ditë, thot gruaja e cila bjen me flet burri saj i dhëruar me ta, deri ta pajton burri nuk i pranohet namazi. E treta, dhe këta kena me shumic, imami që del i prin një xhamatit, a xhamati se dojnë. Dashtet, zdashtet kam ju dojnë. Namazi i xhamatit pranohet. Namazi i imamit nuk ngritet vetëm sa të vesh atje. Po tha ku ka marahoqit dojnë. Nuk është pa gjithë dhe ketë me dasht. A më shumica, nëse nuk dojnë, jep dërheq, që të pranohet namazi. Për ndryshe, namazi nuk të pranohet. Ja ashtu me dhoni sadaka dhe me ta përmen. Përmenja lavdrata, për atë që ja ke dhonë dikujt për Allah, ta zhduk se vapi. Pra njoni ja kështë e pruni për sandal dhe pizvicë, njonit edhe ka shkojsh dhe tha, thëke shkeli se të forta janë. Original Migros i kam ble. Edhe unë e ku kryen të poshtë, Allah i shpërbleft. A petë në tonë thëke, a pështet që do? Unë ja kam pru. Pi moti ja pa dënu sinin, e prita një dit, kur lanë lirim, shkova më njëra një mora. E dirë që se i ban 41 unin. Tamam. Për ditë ka shkuj, dikor i kështë ngej, hek sandal, thot, meri aman, spidu. Mi e po me rezikshme se kjo është diçka që na nuk i kushtojmë kujdes dhe me këta e përfundoj. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre lloj të njerëzve Allahu nuk i shiqon, nuk i flet, nuk i pastron dhe kanë dënim të dhëmshëm. Allahu azza wa jall, tre lloj të njerëzve nuk i flet, nuk i shiqon, nuk i pastron dhe kanë dënim të dhëmshëm. E Budheri tha ja, khabu wa khasiru, menhum ya Rasulullah. Pofshin dhe upshin, kush janë ya Rasulullah? Tha el mennan, ai cili ta jep diçka dhe përmen. E përmenëm atë. E dita, el musbil, ai cili pantolonet i ban zhak për të uk. Ai cili në veçanti namaz, pra i shlon petkon nën, që i thojmë zogun e kamës, në veçanti namaz. Ka thonë djetarë kër në folë këtë hadith, pro mirë ai që lavdrohet, apo e përmen, ka qef të përmeni për atë që e ka dhonë, po ja zgjësoj ka veprët, po ja zhduk ka sevapin, e ki që ka të banë kjo pantolli, e te poshtë që e shlon, ka thonë ka mundësi dhe kjo t'ja pakson sevapët e namazit. Njoni thot, une nuk i shloj me krije lartësi. Me i shlu pantolonat ma te poshtë, do thonë me i shlu nën kocin e kamës, Ash ka thonë pejgamberi Allahut prej krije lartësis. Pika lartësis. Wallah se kam për lartësi. As mjafton ti e si pejgamberi Allahut ka thonë nga është krije lartësi. E ti çfarë po thua? Jo, sa kur gjon. E kjo as mjafton. Për ata pejgamberi Allahut kur i tha njëri, ngreje petkun, ngreje. Tha Rasulullah, tha jam të e bo me krije lartësi. Tha pejgamberi Allahut, as mjaftoj on për ti shembulltir. As jam unë e model për ti, ta kur e kështë qoha, pejgamberin Allahut i kështë e pasën, do në thonë, petkon e ti lartë. Për këtë asijet në veçanti namaz, dhe i treti pe atinve që Allahu nuk e pastron, nuk e fal, nuk e shiqon, nuk i flet, ka dërim të dhemshëm, thoj dhe aj që e shet një mal, ban ben Allahun, rejshëm. Valla billa më ka dhonë kaq. E të njën të regojnë, tha, jo, unë e tha kurca kam rejt, alhamdulillah, Allah im ka rujt. Që ishë mas ke rejti gjithë një trektar me lop, tha unë e serë ku të dalë në sabaj, tha më grujës jepëm, që kaq? Gruja tha më jep 700 euro o burë, po ta jep lopën, sta jap, edhe dalë në bazar. Edhe është dalë në bazar, valla billa 700 euro mi kanë dhonë, valla s'jam të rejt, 700 euro mi kanë dhonë, se kam dhonë, gruja i ka dhonë, ka rejsh. Hile Allahu të azzawajal, lusim Allahu në azzawajal që Allahu i badetin tonë, Allahu të pranon. Lusim Allahu në azzawajal që Allahu të narun nga veprat të cilat na i magnësojnë dhe na i lecojnë peshoren e veprave të mira. Lusim Allahu në azzawajal që Allahu agjerimin nga ne Allahu të pranon. Allahu azzawajal lusmi që mos del ki Ramazan ki misafirin dershëm të ndahet nga ne vetëm se të jemi të pastruar nga gjithë gjunat.
Lusim Allahun azza wa jall që Allahu na mundson që për të përjetojmë dhe Ramazanin tjetër. Allahu ju shpërblev për durimin dhe sabrin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu 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 Allah Allah